se vërtet e meritojnë zhvillimin e. Ndërkohë të gjithë besimtarët musliman të cilët kanë qenë në Qabe, përfshirë dhe ata kosovar kanë përfunduar të gjitha ritualet atje. Këtë ka konfirmuar në emisionin Fol me Arin edhe Hoxha Salafeta, një deklarat e të cilit e ndjekim tani. Do të vazhdojmë prapë edhe nesër pas nesër do t'i gjujmë goralecet me 3 vena. Do mon 3 vena nga 7 gur do t'i gjujmë dhe atër do të bon 21 gur. Do mon për ditën e sotit kemi gjujt 7, nesër do gjujmë 21 dhe ditën e tretë të Kurban Bajramit do gjujmë 21, gjithsej 49 gur. Edhe këta numra e kanë një rëndësi, nuk janë aksidentalisht 21, 49, apo jo? Edhe pastaj sonte do të shkojmë të bëjmë edhe haxhin, rrotullimin rreth shtëpisë së Allahut rreth Çabës, ku është edhe kjo është një ndër prej kushteve domthonjë që të kryhet edhe haxhi. Sonte shpresojmë që pak haxhit paksa të pushojmë, edhe shpresojmë që sonte të shkojmë edhe të kryejmë edhe këtë rit haxhit, edhe pastaj gadal do të lirohemi prej obligimeve.